Po, generali Pavković, I cili ishte dënuar me 22 vite burgim, është liru para kohe dhe mendoj që kjo në rend parë është një fyrje për viktimat. E posaçërisht duke pas parasysh që aktakuza ndaj tij është ngritur në vitin 2003 dhe 2 vite ju ka ndashtë Serbisë për me dorëzu në Hagë, pra nuk është dorëzu me kohë kur është dashtë. Kjo ishtë dashtë mi shku në disfavor që me liru ma heret, pa marrë parasysh që arsyetimi ishte shëndeti I tij. Megjithatë, Tribunali I Hagës duhet me pas parasysh edhe faktin se edhe Vojislav Šešelj ishte liruar përkohësisht për shkak shëndetit tij të rënduar, mirëpo pastaj kur nuk është kthyer në Hagë për ta mbajtur dënimin. Ndoshta ma pak e dhemshme është që është liruar 2 vite para kohë, sepse në fund ditës pothuajse gjitha gjykatat I lirojnë të pandehurit, respektivisht të dënuarit, pa e përfundu krejt dënimin. Mirëpo ma e dhemshme është mënyra se si e trajton Serbia, pra kreu I shtetit serb në rend parë, Vučić, I cili e ka dërguar edhe aeroplanin zyrtar të shtetit që ta marrë atje dhe e kishte ngritur në qiell, pra duke lavdruar generalin Pavković. Kjo është tepër e dhëmshme dhe kjo tregon në fakt se çfarë raporti ka shteti I Serbisë dhe zyrtarët e shtetit të Serbisë në lidhje me viktimat e luftës në Kosovë. Definitivisht kjo tregon që shteti serb nuk e ka pas një shkëputje nga e kaluara. Gjithë ata që kanë kryer krime jo vetëm në Kosovë, po edhe në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Kroaci, në emër të shtetit serb, në emër të popullit serb, janë ende në mbrojtjen e shtetit dhe në përkujdesin e shtetit serb, dhe kjo definitivisht është një shkelje e dinjitetit të viktimave të atyre kriminalëve. Po që se nëse nuk ka mujt shteti serb që ta denoj edhe moralisht I denoj gjithë ata që kanë kryer krime të luftës në Kosovë edhe në Bosnjë e Hercegovinë, spaku do të ishte më e dinjitetshme po të heshnin, pra mos të merreshin me ta dhe thjesht mos t'i glorifikojnë. Mirëpo është e qartë jo vetëm me këtë rast, po edhe me raste tjera, edhe generali Lazarević, I cili ishte dënuar për krimet e kryera në Kosovë pas përfundimit të burgimit, është pritur si hero, I është jep mundësia që të legjerojë në Akademinë Ushtarake në Serbi, dhe kjo tregon edhe një herë se Serbia nuk është që ka ndrru kurs nga e kaluara.